Jo veç kundërshtarët e tij politik, edhe vetë për krahas të Albin Kurtit, nuk njohin një tjetër politikan në Kosovë që i ka ndryshuar aq shpesh qëndrimet. Në pamundësi për të gjetur një argument mbulues për lëvizjet e vazhdueshme në pozicione, Albin Kurti, i sfiduar me këto ndryshime, filloi të ankohej sa herë ballafaqohej me veten e tij paraprake, duke thënë, po mi ç'kontekstualizoni deklaratat. Këtu ju po provoni të jepni fjalëve të mia një të vërtet jashtëkohore dhe e dekontekstualizuar. Edhe tash, kur Albin Kurti thotë mos lësho pe, nuk është realiteti i tij, por mungesa e këtij realiteti. E pa nevojshme këtu të përsëriten për ndryshimet kapitale që Kurti i ka bërë gjatë rrugtimit politik, siç është ai i Bashkimit Kombëtar, kur deklaronte se lehtësisht e ndryshojmë kushtetutën, e heqim në 1.3 dhe në mënyrë pastore dhe demokratike i bashkohemi Shqipërisë si hapi parë drejt Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Mos dialogimi me Serbinë pa njohje, sepse duhen 5 lloje të kushteve që Kosova duhet me ja paraqitë Serbisë. E deri te mashtrimi i nënave të pagjeturve për fushat elektorale, të cilave ju premtonte se Serbia duhet të kushtohet në këtë çështje. Jemi të bindur që ajo do duhet të kushtohet me këtë çështje, sepse duhet të bëhet hulumtimi i hollësishëm në Serbi se çka ndodhi e kur ndodhi me më dashurit tuaj e tonës. Madje e kopshme, morbide, është edhe fotografia e tij me nënën Ferdënie, simbolin e dërimit, të cilën e zaventësoi me një pamje të padurueshme të tij me Aleksandar Vučićin. I njëjti njeri, në njërin anë dark me nënën që vuan, në anën tjetër dark me shkaktarin e këtyre vuajtjeve. Po ky është njeri që lëshon pe për gjithçka. Dhe derisa një kohë ja rikujtonim rënat e mëdha si opozitar e veprimet të kundërta si pushtetar, tash kemi material të mjaftueshëm për ta dëshmuar burracakrinë e tij edhe vetë gjatë periudhës si kryeministër. Ja për shembull çështjen e hapjes së urës mbi lumin Ibër. Një herë tha, ura mbi lumin Ibër është dashur të hapet atëherë kur është çliruar Kosova para 25 viteve. Këtu Kurti shtron terrenin për të argumentuar se çfarë gabimi është bërë që ura qëndroi e mbyllur për kaq shumë kohë dhe duke treguar se ajo duhet të ishte hapur qysh atëherë. Më vonë tha, qeveria jonë me të gjitha dikasterët e saj është e gatshme që ta bëjë hapjen. Këtu vese qartëson se është çështje kohe hapja. Më pas e konfirmoi se ura aktuale do të hapet po ashtu. Pra, gjithçka gati për të hapur urën, apo jo? Por mjafton një vrejtje e lehtë dhe Kurti si një kameleon i dëshmuar, jo që nuk e hap urën, por tash thot, unë kam thënë që duhet hapet e do të hapet. Nuk e dia kam thënë ndonjëherë jo thash do ta hapi. Përfaqësues të tjerë televizëve vendosi. Domthon vetën e parë njejes do ta hapi, nuk e dia kam thënë ndonjëherë. Ha pra, nga argumentimi se duhet të hapet, në zotimin se do të hap, e te nuk kam thënë që do të hapet. Ku është mbajtja e penit këtu? Po ky nuk është një përjashtim në botën e Albin Kurtit. Ky është rregulli. A mbani mend afatin që qeveria pa caktuar për torgat ilegale të Serbisë në Kosovë? Fillimisht, afati që do të bëhej kalimi nga torgat ilegale të lëshuara nga Serbia në torga RKS, pra Republika e Kosovës, u shtye me 31 korrik për 1 nëntor. Përkundër kërkesave amerikane, që Kurti të mos merrej me këtë çështje të parëndësishme, po të fokusohej në dialog, Kurti nuk lëshon të pe. Ne tashmë e kemi bërë një shtyrje të afatit me 31 korrik, e kemi shtyr afatin për 1 muaj dhe në vend se të jetë me datën 1 tetor, është data 1 nëntor. Ose më mirë të them në vend se të jetë me 30 shtator, data e fundit është 31 tetori. Afati erdhi, por vetëm 2-3 ditë para 1 nëntorit, Kurti ndërmerr zbytjen e radhës. Nga masa për konfiskim këtyre torgave, ai thotë se një herë po shkon me përshkallëzim. Kemi ardhur në përfundim që të sjellim për propozim një vendim i cili bën sekuencim dhe shkallëzim të sanksioneve me rastin e zbatimit të këtij vendimi. Më konkretisht për 3 javë, duke filluar nga data 1 nëntor deri me datën 21 nëntor. Erdhi edhe 21 nëntori. Të nesërmen duhet të fillonte gjobitja e veturave me torga ilegale. A ndodhi? Jo.
Në 12 natës, ambasada amerikane publikon letër ku thot se i kërkon qeverisë Kosovës ta shtyjë edhe për 48 orë deri të gjendet një zgjidhje. Zgjidhjen në cilën Kosova më as merrte pjesë. Dhe Kurti, që nuk lëshon pe, pasi kishte asaruar nervat e gjithëve, gati në një pas mesnatë shkruan e pranoi kërkesën për shtyrje. Më vonë, në një moment mes budallakut, arrogancës e krekosjes, Vjosa Osmani do të zbulonte se në fakt ishte Kosova që kishte kërkuar nga ambasada që ata të kërkonin nga Kosova që ta shtynte afatin. Unë kam telefonuar me njëherë ambasadorin Amerikan për të kërkuar këtë 48 orësh. Në fillim, po, e kam kërkuar nga Shtetet e Bashkuara dhe pas një diskutimi shumë të gjatë, ambasadori Hovenier ka marrë përsipër që këtë kërkesë ta përcjell në Shtetet e Bashkuara dhe diku pas mesnatës është marrë dakordimi nga Shtetet e Bashkuara për këtë 48 orësh. Kështu, Albin Kurti do të poshtrojë edhe një herë tjetër. Dhe në presionin e një përgjigje, pse lëshoi pe për targat, ai, në intervistën për gazetarin gjerman Michael Mertens, thot se ambasadori amerikan kishte më shumë informacione se unë për situatën veri. A më zvoll po mendoni se lëshimet pet Kurtit si kryeministër përfundojnë më kaq? Normalisht që jo. Një nga më banalet e më të frestat është qëndrimi për listën serbe. Nga qëndrimi se ka qenë bindja ime se lista serbe nuk është dashur fare të certifikohet. Të vetëm pak muaj më vonë në Lista serbe është parti politike. pak a shumë i gjithë aktiviteti i Albin Kurtit është drejtë gjatë që tregon distancën mes fjalëve dhe veprimeve. E më pas, e gjithë energjia shkon në racionalizim të dështimit, duke fajsuar rrethonat për ta mbajtur egon të paprekur, të paktën publikisht. Albin Kurti është një frigacak, që më së miri shpjegohet me formacionin reaktiv të Sigmund Freudit. Pikërisht se lëshon pe Albin Kurti, sepse e ka bërë gjithë jetën e tij, ai mundohet ta shndrojë në sjellje të kundërt. Në librin Ndalime, Simptoma dhe Ankth, ku Freudi e shqellon formacionin reaktiv, ai shkruan: mund të thuhet se ai impuls është shtypur nga procesi i transformimit në të kundërtën e tij. Pra, Kurtit, friga për të qëndruar nuk i zhduket, përveç i shfaqet si sjellje e kundërt në publik. Slogani "Mos lësho pe" është domosdoshmëria e Kurtit për ta mbrojtur egon nga impulsi i tij origjinal. Sa herë bëhet vështirë, sikur në luftë për shembull, që e rroku impulsi i tij vërtet dhe që në vend të dilte me shokët në mal për ta luftuar armikun, u kthye në banesën e tij për të fshehur në dollap.